Fshati Kosmaqe ka kthyer tashmë në tradit kultivimin në sera. Fermerët kanë nisur vjeljen e domateve, por shqetësimi kryesor për ta mbetet çmimi i ulët që ofron tregu. Sipas tyre, 1 kilogram domate aktualisht shitet në shumicë nga 40 deri në 50 lekë. Me këtë çmim ata thonë se nuk arrin të mbulojnë as kostot e prodhimit. Shprehat mirë shkojnë, nuk është keq se prodhimi është i mirë, por të çmimet se na kërkon. Kjo është problemi jonë. Shteti s'po na jep gjasi mjet më. Kjo janë punë të fshatarit. Po jo, tregu s'është i mirë sot na jena në fillim prodhimit edhe na të shit me çmime krejt shumë të ulta. Sa shkon kilo domate speca sot? 400 lekë, 500 lekë. Është shumë ult sot për tregun të na. Shpenzimet janë shumë mëdha, kështu që nuk ja vlen. Çmimi duhet me kenë paktën 1800 lekë domates të fermeri. Sot. Për ne që kena dalë sot. Na s'ka pak ditë kohë që kena dalë. Si mjetë thonë jo, duhen 32 lym tokë për me marrë mbështetje e gjona, si mjetë s'na kanë dhënë gjona. Kana shku mi bon letrat, ja tha, si mjetë s'kana. Unë s'kam 32 lym tokë, s'kam 20 e sa lym. Mirë po ka shku, po çmimi i ulun i ul shumë. 400-500 lekë se vlen me. Pra është e palevërtishme për ju? Pra të mërmenje, sa, pa disa puna është. Qështë është 2 muja është mjellë, e logëretet është. Sot se 400 lekë, 500 lekë. Edhe së është një pasë boni 1000 lekë pakten, po falemindohet. Gjë është nuk nepë. Vile ka shu i ditë me marrë djali atjet, ata për që bojnë napin dhe me 10.000 lekë për dhëllëm, për qarë e levi. Me bo, edhe dohen 30 dhëllëm në tokë, në 30 dhëllëm s'kena. Karofë ma shumë. Vjeta kanë më mirë. Fermerët shprehen se një tjetër shqetësim mbetet mungesa e subvencioneve për tokat që kultivojnë. Përveç kësaj, tregu këtë vit krahasuar me një vit më parë ka njohur rënje të çmimeve. Sipas tyre, problemi qëndron tek fakti se tregjet e Shkodrës furnizohen në masë të madhe me prodhime nga lushnja, duke krijuar dominim të tregut dhe vështirësi për shitjen e prodhimeve vendase. Inshallah të pavarën me lushnja qahet i fije kota për ishto. Domatja ju i cilin treg shkon? Jutun në Shkodër. Edhe për lushtë vinë në Shkodër? Për të zot, mos me kanë lushnja këto shkon 1500 lekë, 2000 lekë. Për të zot. Një janë na fikni. Domatet e Kosmaqit janë të njohura gjërësisht në treg për cilësinë e tyre të lartë.